nuk ka pasur asnjë moment kur Keku ka prodhuar 0 megavator. Importi në Kosovë ka qenë prej dikun rreth 1000 deri në rreth 1500 gigavator e jo mbi 3000. Tregtimi në linjat mes Kosovës dhe Serbisë është i bllokuar që nga pavarësimi energjetik i Kosovës në vitin 2020. Nuk ka pasur asnjë moment kur Keku ka prodhuar 0 megavator, ose që Kosova në ndonjë moment ka qenë në kolaps energjetik, siç është raportuar nga disa. Të dashur qytetar, ne kemi sfida të sektorit energjetik, sepse siguria jonë e furnizimit varet nga termocentralet 62 e 42 vjeçare, sepse nuk janë bërë kur rehabilitime të tyre. Një arsye pse që nga prilli nuk kemi në funksion të gjitha bloqet, është sepse për herë të parë në termocentralin Kosova B po i modernizojmë turbinat dhe rrjedhimisht bloku B2 është jashtë funksionit për të kryer këto operime për gati 6 muaj. Është thënë që importi gjatë 4 viteve të fundit është rritur në mbi 3000 gigawatt orë. Këto shifra janë thjesht të pasakta, siç ka njoftuar edhe Kost sot në një publikim për medje. Nëse mund t'i shohim, figura e parë është figura cila është paraqitur, sipas të cilës ka një rritje mbi 3000 megawatt orë import gjatë muajve të fundit, gjatë viteve të fundit, 4 viteve të fundit, ndërsa figura e dytë, figura e dytë që po e shehni është informata zyrtare dhe e saktë e publikuar sot nga Kost. Dhe siç po e shehni, figura e saktë tregon që importi në Kosovë ka qenë prej dikun rreth 1000 deri në rreth 1500 gigavator e jo mbi 3000 siç është thënë. Unë nuk e di se nga po i marrin këto informata, mirë po nëse po i referohen ASK-s, është mirë të tregojnë informatën e plot për mënyrën e përllogaritjes dhe mënyrën dhe për kufizimin e indikatorit. Sepse për shembull nëse i shihni statistikat e energjisë të ASK-s për muajin mars 2025, aty thuhet qartë që në këto të dhëna janë përfshirë edhe sasitë e transmetimit ndërkombëtar. Pra energjia tranzit që kalon nëpër Kosovë. Kjo është sikur të themi që të gjitha mallrat që eksportohen nga Maqedonia e Veriut në Malë të Zi dhe kalojnë nëpër Kosovë, ti llogarisim si import të Kosovës, gjë që nuk ka asnjë kuptim. E dyta, është thënë gjatë ditëve të fundit se Kosova po importon energji nga Serbia, duke ju referuar gabimisht rrjedhave fizike të energjisë në linjat e transmetimit mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, kushdo që din veç pak për sektorin e energjisë, e ka parasysh që tregtimi në linjat mes Kosovës dhe Serbisë është i bllokuar që nga pavarësimi energjetik i Kosovës në vitin 2020. Më lejoni të jap edhe një sqarim të shkurtër lidhur me ankondin solar të shpallur para 2 vitesh nga Ministria e Ekonomisë. Për kontekst, për ata që nuk e din, duke qenë se ankondi është një proces i ri që është bërë në Kosovë për herë të parë, tek procesi i ankondit shteti nuk paguan për ndërtimin e parkut solar. Atë e ndërton investitori dhe për këtë investitori ka garantuar 7.5 milion euro me një garancion të dorëzuar tek Ministria e Ekonomisë që mund të ndërhiqet pa kushte në rast se konzorciumi operatori fitues dështon në ndërtim. Shteti nga ana tjetër, përmes kostit, ka garantuar se do ta blejë energjinë e prodhuar për 15 vite, pra ka një kontratë për blerje të energjisë. Gjatë ankondit, Kost kishte vështirësi financiare për shkak të mospagesës së energjisë elektrike në veri të vendit, prandaj disa investitorë potencial kishin kërkuar një garancion bankar ose garancion të formës tjetër për të siguruar që Kost do të ishte në gjendje të paguante energjinë që e merr për konsumatorët tonë kur parku solar të hyjë në funksion. Asnjë institucion nuk ka lëshuar një garancion të tillë. Ai parashihet të lëshohet nga Kost me rastin e fillimit të prodhimit të parkut të energjisë nga parku solar. Garancioni do të aktivizohej vetëm në rast se do të kishte vonesa të konsiderueshme në realizimin e pagesave nga ana e Kost, me që rast investitori do të inkasonte borxhin, pra jo tër vlerën e garancionit, por sasinë që Kosti do t'i mbetej borxh në rast se kjo ndodh. Nëse dhënia e garancionit do të kishte ndonjë kosto, se
se nuk dihet a do të ketë apo jo, dhe nëse kjo kosto do të reflektohej në tarif, ndikimi do të ishte i papërfillshëm, jo më shumë se 0.0002%. Pra, një faturë mujore, çka do të thotë kjo? Do të thotë që nëse do të kishte ndonjë kosto në tarifa pas 2 vitesh, ndikimi do të ishte i tillë që nëse sot paguajeni faturë mujore 5.000 euro, kjo faturë do të bëhej, do të rritet për 1 cent, 5.000 euro e 1 cent. Mafia energjetike Ballkan edhe mund të ekzistojë, e ta ketë selin në Beograd, por asnjë institucion i Republikës së Kosovës nuk ka asnjë raport ose kontakt ose lidhje me ta, as shoqëror, as biznesor, as kurfare. Është absurde që të kem nevojë ta them këtë duke qenë se ata që akuzojnë e flasin nuk kanë jo një fakt, po as një fije fakti për atë që thonë.